Siç pritej, mazhoranca ka refuzuar përheqjen e imunitetit të Ballukut. Elisa Spiropali dhe Fatmir Xhafaj munguan sot dhe nuk patën votuar në grup. Si lexoni mungesën e tyre? Është një reagim jo vetëm nga këta të dy deputet, në ndjenjën time janë shumë më tepër, të cilët kanë reaguar dhe në mbledhjen e grupit. Për shembull, unë di që ka reaguar dhe Spiropali, por edhe Shalsi, dhe që nuk kanë qenë dakord për mbrojtjen që po i bëhet të pandeurës Belinda Balluku, ndërkohë edhe nga numri i mandateve që posedon kryeministri Rama është shumë më i madh në kuvend, është rreth 90 deputet, dhe sot ne pam që u votuan vetëm nga 79. Kjo mbrojtje në fakt që po i bëhet krimit organizuar, kjo mbrojtje që po i bëhet rënjes së shtetit ligjor të së drejtës, dhe nga ana tjetër është një rrëzim i fabulës që u ngrit deri më sot, se Partia Socialiste dhe Rilindja tamam është pro reformës në drejtësi, se ata nuk diskutojnë vendimet e gjykatave dhe se ata do jepnin autorizimin ose do jepnin imunitetin për çdo deputet të Partisë Socialiste dhe të Kuvendit. Sot koha tregoi realisht, edhe para disa ditëve ne pam atë ligjëratën e gjatë të lodhshme antiligjore dhe antikushtetuese të kryeministit, kur ato e kishin marrë vendimin për të mos e dorëzuar imunitetin dhe bashkë me të dhe Belinda Ballukun, po nga ana tjetër e gjitha kjo nuk është asgjë përveç se mbrojtje që Edi Rama i bën vetes në një moment të dytë, mbrojtje nga e cila nuk do të shpëtoj dot.